Alba Story prezanton pjesën e dytë të tregimit Nusja e nipit luan te shah. Koha kaloi dhe ata të dy u martuan. Sa herë që vinin përfundjava në qytetin tim me merrnin për kafe, dhe sa herë që uleshim e ajo më shikonte, një fytyr i shkonte e një i vinte. Ajo e dinte mirë që unë ja dija sekretin e të kaluarës së saj. Unë e dija që ajo e dinte, por mua s'me interesonte t'ja prishja folen me nipin tim. Unë doja vetëm një gjë, t'ja prishja atë mendjen e madhe që kishte si kampionja e pakontestueshme e lojës. Doja t'ja provoja që plaku nuk dorëzohej lehtë. Nuk fola e nuk bëra asgjë për disa muaj, derisa një pasdite e shoh nusën e nipit duke bërë pazar krejt e vetme në qendër të qytetit. Ju ofrova nga pasmën ngadalë. Ajo po qëndronte para një vitrine duke parë një kemish dhe bëri sikur s'me pa fare. Përshëndetje moj nuse, i fola me zë të lartë. Ajo ktheu kokën në anën tjetër, sikur po i flisja asaj. Oj nuse, po daja jam unë, apo nuk e ke për qef të me flasësh? Oh, me fal daj, të lutem, me tha duke e kthyer me një buzëqeshje shumë të ftohtë. Nuk të pash fare, isha e humbur. S'ka gjë, i thash, me një të qeshur ironike. Ti e mësuar të kesh përballë vetëm ato kampionet 2 metrat e gjatë që siljen në pallat. Nuk ke faj që nuk më sheh mua, që jam 1,50 i gjatë dhe me flokë të thinjura. Sa po i përmenda pallatin, ndryshoj me një herë qëndrim. Ore, çfarë kërkon ti nga unë saktësisht? Me tha me gjysmë zëri me inat. Pse e përmend gjithkohën atë të kaluar? Apo do që t'na fusësh në sherr e të mendash nga burri? Burri yt është nipi im, mbaje mend, i thash. Po të doja t'ju ndaja e kisha bërë që në ditën e fejesës, por unë s'jam nga ata që prish familje. E po atëherë çfarë kërkon? Këmbën nguli ajo. Dua atë që di të bësh më së miri, ju përgjigja me sy që më shkëlqenin. Dua revansh. Dua një ndeshje kok me ty, pa dëshmitar, dhe dua atë ëmbëlsirën tënde të famshme që gatuan. Iko daj shiko punën tënde e me lë rehat, tha ajo dhe bëri një hap për të ikur. Ndëgjo, e ndalova unë. Mos ma bëj mua atë shikim krenar, se po me prek sedrën. Vete i tregoj të gjitha nipit, i tregoj çdo gjë për turnetet tua që bëje. Thuaji, ma ktheu ajo me një herë, ai nuk ka për të besuar as një fjalë. Mua mund të mos me besoj, i thash me qetësi, por kam gjithë pallatin dëshmitar, të gjithë plesht e mbajnë mend atë histori, kështu që dëgjo këtu, ke saktësisht 5 minuta kohë, eja në shtëpinë time, bëjmë vetëm një lojë të vetme, ma jep atë sfidë. Dhe po dola unë i fituar, ashtu si duhet, atëherë të ja fjalen që do i leshoj pëllumbat dhe s'do e hap me kur atë muhabet. Ajo heshti për pak sekonda, duke me vlerësuar me sy. A je plotësisht i sigurt, me pyetin e fund, sikur po vulloste një kontratë. Nëse vi, e mbyllim atë punë dhe ti e qep gojen për jetë. Fjala e burrit, i thash, eja dhe bindu. Mirë, tha ajo me inat, ikti përpara se do vi unë fshehura zi pas teje. Të jemi sinqert, mendova se do me gënjente e do largohej, por jo, ajo kishte një ego të tepër të madhe për ta lënë një sfidë për gjysëm. Erdhi e bia botës, ndërkohë unë u nisa me nxitim për në shtëpi. Të shkallet, ndërsa po i ngjisja ashtu me shpejtësi e me frimarrje të shpejt, përballem
me komshiun tim Novruzin. Edhe ai është një pensionist fiksion, i pasionuar pas lojrave. O burr, çfarë keq e vrapon ashtu? Sikur po të ndjek njeri, më tha Novruzi. O Novruz, po pres njeren, i thash, pa e fshehur gëzimin. Sot miku im s'do të thyhet një legjend në pallat. E mo leri këto budaleqe, çike në këto mosh këto pralla. Ja nisi ai që të qeshte. A nuk me beson? E kapon nga krahu. Eja me mua atëherë, do të të fus brenda në shtëpi. Fshihu tek pjesa e balkonit, ulu mbrapa xhamit dhe mos nxirr asnjë zë. Vetëm shiko me sytë e tu se si do ta mund mbretëreshen. E mora Novruzin, e çova në balkon dhe e mbylla derën e xhamit. Vet nuk u mora as me rregullimin e dhomës e as me pamjen time. Kisha ndërmend që kjo të ishte një gjë e shpejt, një ndeshje tek e tek, sa ti tregoja vendin, ta mundja shpejt e ta përcjellja jashtë. Por siç ju paralajmërova, ajo loj doli aq e tensionuar sa që u përsërit edhe 2 herë të tjera me vonë. Sa po përgatita tavolinen, u dëgjua zilja. Erdhi. Unë u shtriva në divan, hodha këmbën mbi këmbë dhe me një gotë çaji në dorë, po e prisja me gjithë atë modeshtin e një njeriu që ndjen veten fitimtar para se të nisë betejë. Eja urdhëro, i thash, të qeras me ndonjë gjë sa për të thyer akullin. Nuk kam kohë për gjëra koti, tha ajo shumë ftohtë. Menjëherë filloi të përgatitej. Hoqi pallton e rënd të dimrit, hoqi shallin dhe ashtu e veshur me një fustan të rafinuar e të rehatshëm për të pasur lirinë e lëvizje, doli përballë meje. Dhe atëherë ndodhi ajo. Ajo hapi çantën e saj dhe nxori përpara syve të mi atë që kisha pritur aq shumë. Fushën e saj personale prej druri dhe një kuti të mbushur plot me ato tullumbat e mrekullueshëm me sherbet që i përdorte si çmim për bastin. Unë zgjata dorën instinktivisht që të kapja tullumbin, sepse po me binte të fiket nga aroma, por ajo ma goditi dorën lehtë duke qeshur. Hapi gurët e tu një herë, me dha urdhër ajo, e pastaj flasin për dhuratat. Unë ngritat nga divani, shkova nxora kutin time, e hodha mbi tavolin, e lojtarët u rreshtuan. Ndeshja filloi. Miq, në minutat e parë u trondita. Ky imi, strategjia ime kryesore, mbreti im në fush, as nuk e ngritet dot kokën nga sulmet e një pasnjëshme që po bënte ajo. Luante me një egërsi e me një ritem që se kisha imagjinuar. Me mbajti pen në mbrojtje, pa me lënë të merja frym. Se thjesht po të lejoja pak terren, i thash unë duke fshehur panikun. Të shikoja si luan, më thoshte ajo, por s'jen ke kështu. U përqendrova, mblodha gjithë përvojën time të viteve dhe ndryshova taktiken. Ngrita një mbrojtje aq të fortë në qendër me ushtarët e mi, sa që ajo u step. E ndjeu që po humbiste e përsin. Ajo më shtyu pak dorën sa për të liruar fushpamjen. U mbështet mbi tavolin, duke i kthyer shpinën dritares dhe u fokusua me tërbim. Nga inati që s'po e çante dot blokadën time, hapi atë kutin me tullumba dhe filloi të hante duke lëshuar ofshama inati. Përpiqej me çdo kusht të lëshohej drejt zonës sime kryesore, por nuk kishte asnjë shans. Mbrojtja ime doli tepër e fortë dhe më nderoi e ma zbardhi fytyrën përfundimisht përpara saj. Në momentin tim të lavdis, kthej kokën pa dashje drejt xhamit të balkonit, kur shtesho, Novruzi e kishte ngjeshur fytyrën pas xhamit aq fort sa i ishte shtrembëruar hunda, me sy të zmadhuar si UFO, i guzhduar aty, duke parë gjithë betejën.
Fytyra ati kishte marrë një ngjyrë të kuqe flak nga emocionet e atij derbit të madh shahu. Plaku i shkret, po përjeton të çdo lëvizje tonën si të ishte finale e botërorit. Unë fillova t'ja bëja me dorë fshehur azin nga poshta volines. Iko në vrus, largoha ndej se do na shoh kjo e do na ik në mes të lojës. Por ai as që kupton të fare. Ngrinte gishtin e madh, ma bënte me shenjë, me aprovim dhe vetëm bëlbezonte nga brapa xhamit. Bravo mik, ashtu fort mbaje se e futën në thes. Ndërsa unë, nëse doni të dëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.